140 fëmijë nga qyteti Korçës që marrin pjesë në kurset gjuhë programimi dhe robotik janë mbështetur me bursa nga ana e Bashkisë së Korçës. Kryebashkiaku Sotiraq Filo thotë se ky është viti i tretë që bashkia mbështet me bursa fëmijët në masën 70% dhe kjo për shkak të vizionit për ta zhvilluar sa më shumë sektorin e teknologjisë së informacionit. Ne e mbështetim edhe financiarisht pjesëmarrjen e fëmijëve qytetit tonë të bashkisë tonë në këto kurse të kodimit. Për shkak, siç thash, edhe të vizionit që ne kemi për ta kthyer Korçën në një qendër të teknologjisë, të informacionit dhe të inovacionit. Pra 70% e kësaj koste mbështetet, mbulohet nga ana e bashkisë dhe vetëm 30% duhet të mbulohet nga familja. Bashkia e Korçës mendon që vitin e ardhshëm ta zgjerojë edhe më shumë, jo vetëm numrin e fëmijëve që do të mbështeten me bursa, por edhe llojin e trajnimeve që do të ofrohen në fushën e teknologjisë së informacionit. Në buxhetin e vitit të ardhshëm ne do të parashikojmë mbështetje të njëjtë ose mbase edhe më të madhe që të shtojmë numrin e fëmijëve që do të përfitojnë nga ky program, por të zgjerojmë edhe gamën edhe llojet e trajnimeve që ne do të ofrojmë. Në mbështetje të programit të bashkisë për zhvillimin e sektorit të teknologjisë së informacionit, prej disa vitesh zhvillohen edhe kurse për të rinjt dhe të rejat, të cilët nëpërmjet marrjes së njohurive në gjuhë programimi, robotik apo web design, mund të zgjedhin edhe profesionin e së ardhmes, duke marrë të ardhurat të konsiderueshme, pa qenë nevoja të largohen nga qyteti i Korçës.